çka kanë të veçantë shqiptarët për ty? Çka duket që është interesant të shqiptarët për ty? Është të kulturët, është shme thënë shqip shtolc. Aha, krenar. Po krenar ka shqiptar shumë krenar. Krejt shqiptarë shumë krenar. Janë krenar shqiptar. Po shumë, edhe çështo është shumë interesant, edhe në Kosovë është interesant. Okej. Po çështo. Në Kosovë dhe në Shqipëri shkon shpesh ti? Po. Shpesh shkon. Po. Sa shpesh për shembull? 5 herë. 5 herë në vjet? Po. 5 herë 4 herë në jetë. Ti po shkoj më shumë atje se në Liban, më shumë se në Arabi. Po se në Liban është nuk shkoj çtash. Pse s'shkon? Se s'mundesh me shku, se është krejk. Po, është kjo problemi. Është probleme që aty edhe çështo në shkon në Kosovë edhe në Shqipëri. Kosovë edhe e gjen veten në Kosovë si më kon në Liban apo? Po. Çka a kanë diçka të përbashkët Kosova me Libanin apo ja, s'ka diçka të përbashkët? Ja. Okej, bukur. Tash arsyeja që je sonde në IAM. Po. Ti ke garu në Gjermani në një një juri ka qenë, ka qenë edhe Ardian Bujupi aty. Po, Ardian Bujupi, Ritan edhe tre persona.